Lepuri shkon për herë të parë te Arusha në bar. Arusha ka hap një bar. Edhe sot më rinë të bari e qel derën me ketë fuqin, jam shon derën, bam, edhe bërtet. Qëtë ma një birë ose Arusha, më lepur ka dole qa ki, o më thënë që ta qesim birën se vëqa kom hap lokalin, po me i tranon më shtirit. E për birën, shkon. Të nesër mën, njësoj, bam derës. Qëtë ma një birë ose, lepur ka dole që birën se na tranove, që qëtëso. Edhe, ditën tjetër, për këshyr Arusha, lepurit të jardë, edhe për sheh, jashtë atje të jardë. Për cilë, thotë, valloj, pa e këshyr, qa po dënë, qa është ajo ose nuk e lo. Edhe e pret, bam derën, ai qëtë ma një birë ose, Arusha e s'kur gjë. Lepurit, qëtë ma një birë ose, Arusha qka ose? Ose një Coca-Cola. Janë këto më duket barcoletat që nga njëherë edhe krejt humorin për gjithësi ndërlidhet pak edhe me jetën reale, apo janë edhe ato ndërlidh pak tjetës reale. Ka reale. A ka pas në ndonjë rast, ndoshta që ka pas ndonjë humor që ke bote, po që ka ndërlidh veç me historinë tonë jetësore. Ndoshta që kishe mujt me endo. Diçka që e ke gjetë atë pikën e përbashkët. Jo mu, po të tjerëve po, plot. Po që kom kallëzu humoreska të njerëzve për rreth, atë mijat jo, kom rujt vetën. E ke rujt vetën, a? Jo, s'po më kujtohet në fakt, po e di që kom tregu sane, edhe se kursej. Okej. Gjeki, nuk mundem pa përmend pak edhe pjesën e themi ato fillimet e tua ndoshta për shikuesit gjithmonë, se gjithmonë për juve nuk janë kur ato fillime, emisioni i Vikendit, ai cili jemi mbledh gjithë edhe me shumë kërshërit kemi shiqu, e sidomos në natët festive, kur keni kriju skeqe nga më të ndryshmet. Tregona pak se sa ki nostalgji, vetë ti si aktore për atë periudhë dhe sa të mungon ai projekt? Vikendi ka qenë paraqitja ime parë në televizion për publikun me diçka komike. Edhe për mu, se me thonë, ka qenë eksperiencë e parë dhe e re dhe e panjoftën. Edhe mendojsha që s'po di kur gjë. Unë kisha shku prej shkollës, se na në shkollë, fakultet, po me nej, në aktrim, kishim më mësu gjithçka me rregulla, me bo, me ushtru, me gjate, me shkrujt atë krejt, qa ki me thonë, që shki me thonë, bloqe, pasazhe, kjo, ajo, gjithçka me diksione me krejt. Po. Kur shkova te Vikendi, beli, blerimi mënyrën e vetë. Një mënyrë këtë tjetër të punës. Edhe që qysh së merrsha vesh me to. Edhe ajmë të ke, motre, s'ki nevoj me dhonë zërë. A ki tekstin që atë? Lexonja 2-3 herë? Qa jo është, atë ujnë në s'ki me zvullu. Qa jo, se teksti është kështë, duhet me... Jo, s'ki nevoj. Qysh, a qaq budalici, sa mës me marrë vesh që po thot një teksta? Përmbajtja. Edhe, u mësova, mu i me thonë që Vikendi ma ka qel një dritare tjetër në kokën tame, që më ka ndihmu shumë ma vonë në gjithçka në jetë.